Mbrëmjen e djeshme, Melisa Hoxhallari ka dorëzuar veten në policinë e Fierit pas më shumë se 3 muaj në arrati. Ai ishte shpadur në kërkim për ngjarjen e rëndë të ndodhur në 5 janar, ku plagos me armë zjarri Gledian Hoxhallari, babai i fëmijës së saj. Ngjarja ka ndodhur në një lokal pranë zonës së njohur si Zo Gujzi në Fier, ku një konflikt për kujdestarinë e djalit 9 vjeçar ka eskaluar në dhunë duke shkaktuar plagosjen e Gledianit. Sipas hetimeve, Gledian Hoxhallari u qellua nga Klement Begaj, partneri i Melisës, ndërsa në momentin e përplasjes së dhunshme, i pranishëm ishte edhe fëmia i çiftit. Pas plagosjes së 40 vjeçarit, Beqaj dhe Melisa u larguan nga vendngjarja, duke marrë me vete edhe fëmijën i cili ishte i tronditur nga ngjarja dhe kishte kërkuar nënës të mos largojë duke e lënë babain e tij të gjakosur. Pas ngjarjes, Glediani u transportua në spitalin e traumës në Tiranë, ku mbeti për ditë të tëra në terapi intensive dhe në gjendje kritike për jetën. Policia ka nisur më njëherë hetimet në kërkim për autorin dhe bashkëshortën e tij, të cilët kishin shpëtuar pas ngjarjes. Me vedorëzimin e Melisës, pritet që hetimet të hedhohen dhe të zbardhet më shumë detaje mbi motivin dhe dinamikën e ngjarjes. Tashmë autoritetet po punojnë për të ndriçuar plotësisht këtë ngjarje të rëndë.